historinë, do të thoshte, të Partisë Socialiste, edhe më gjerë, si ka funksionuar politika e re, ose ashtu quhetra politika e re, pjesëmarrja në forumet rinore të Partisë Demokratike, sa e strukturuar ka qenë kjo forcë, për të ndalur pasaj dhe tek zhvillimet më gjerë të politikës, tek ajo që pritet teksa kemi një shans pozitiv si ajo ftesë që është bërë për statusin kandidat, por edhe për të parashikuar në një farë mënyrë, jo për të bërë orakulli, por për të parashikuar zgjedhjet e 2013-s. Kam të thuar sot në studio kryetarin e forumit rinor të Partisë Demokratike për Vlorën, zotin Armando Cakran, i cili është njerëz antar i kryesisë. Përshëndetje, mirë se erdhët, zoti Cakran. Kam kënaqësinë që të kem në studio dhe kolegun tim Vangel Sako. Mirë se erdhët, zoti Sako. Do doja, zoti Cakrani, ta nisnim konkretisht me një vlerësim të atij produktiviteti që ka pasur forca, forumi rinor i Partisë Demokratike, mënyra e përfshirjes brenda këtij forumi dhe sa akses ka patur kjo organizatë, do të thosha, brenda Partisë Demokratike në total. Atëherë, duke referuar pyetjes tuaj, ajo që mund t'ju them dhe që është evidente dhe që dihet nga të gjithë, jo vetëm në Vlorë, por edhe nga Partia Demokratike në qendër, është roli i madh që ka pasur rinia në qytetin e Vlorës, jo vetëm gjatë qeverisjes 2005-2012, por për sa i përket riorganizimit Partisë Demokratike që nga viti 1997 deri në vitin 2005, ku Partia Demokratike ka ardhur në pushtet. Një riorganizim i cili ka qenë i fortë, i vështirë, duke pasur parasysh ato vite të cilat ishin vite jo komode për të bërë opozitë, krahasuar me opozitën e sotme, e cila ka kushtet maksimale për të qenë e tillë. Nga ana jonë është bërë strukturimi në bazë statutit Partisë Demokratike, ku kemi ngritur gjitha seksionet të cilat përkojnë me një qendër votimi, pra ne kemi një seksion, një qendër votimi. Kemi kryetarët e partive demokratike të cilat drejtojnë në rang komune, pra një kryetar partie për çdo komunë, dhe për t'ju kthyer qytetit kemi grup seksionet që përkojnë me një qendër elektorale dhe kemi 5 të tilla në qytetin e Vlorës, të cilat përkojnë me 5 qendrat elektorale që ka qyteti